Fjala e Perëndisë është e veçantë. Fjala e Perëndisë është vetë jeta. Edhe kisha dëshirë që të merrni një shembull. Nëse do të shpjegoja për një lloj fruti që ti nuk e ke parë ndonjëherë, sado bukur të ta shpjegoja, sado këndshëm të ta flisja se si ishte, kur nuk do ta shijoje aq mirë sa nëse do ta merrni dhe do ta haje vetë. Bëj një pyetje para disa kohësh në lidhje me kivin, me avokadon. Ka filluar të më pëlqej shumë avokadoja, edhe i thash bonus para disa kohësh, si ka mundësi që nuk e kam njohur më përpara si frut. Edhe më tha bona shumë kohë përpara nuk e njihnim si frut. Edhe tani kur ishim në Amerikë ishte një supermarket aty, quhet Super King, edhe ka nga gjithë ushqime nga gjithë bota. Edhe shikon lloj-lloj bimësh, lloj-lloj gjërash që si kam provuar ndonjëherë. Dhe ndonjëherë duken të pështira, ndonjëherë duken të veçanta, ndonjëherë duken njësoj me njëra tjetrën, por derisa të vesh ta provosh, ta shijosh, atëherë ke kuptuar. E njëjta gjë ndodh me fjalën e Zotit. Nëse nuk e merr ta shijosh vetë, sado që të ofrojnë të tjerët, nuk do të mundesh kurrë ta shijosh. Kjo periudhë është e veçantë, në fakt periudha e Krishtlindjes, edhe unë e përmenda edhe pak më parë, Krishtlindja nuk festohet normalisht, nuk ka lindur Krishti në datën 25 dhjetor, por ne festojmë, do ta them në një moment tjetër arsyen se pse, por në fakt shumë interesante është që Krishtlindja nuk nisi, nuk e pati fillesën e saj në Betlehem, por e pati në kopshtin e Edenit. Në fakt, në këtë periudhë kohe ishim dje tek Megateku teksa blem këto zbukurimet, edhe ishte atmosferë e këndshme, aty ishim vonë për të shmangur trafikun, edhe atmosferë e këndshme, lloj-lloj ngjyrash, dritash, muzikë në sfond, Krishtlindje, njerëz që dyndeshin ende në momentet e fundit për të blerë, e shoqëruar nga zile, nga babagjysh, plot dhurata. Dhe teksa vëzhgoja në fakt në këtë turm të njerëzve që ishte aty brenda meje, ndjeva gëzim dhe trishtim. Dy ndjesi që u ndeshën në fakt me njëra tjetrën. Njerëzit nuk e dinë se çfarë festojnë. Dinë që po festohet, por nuk e dinë çfarë festojnë. Thjesht festojnë. Njerëzit shpenzojnë, mblidhen, hanë, pinë, bisedojnë për shumë rrallë, pyesin për kuptimin e vërtet të Krishtlindjes. Dhe për të dhënë një moment të vogël trishtimi, më ngjau si një moment funerali, ku vëmendja hikën nga personi që ndodhet në qendër të dhomës dhe vazhdon dhe hapet biseda e politikës. Dhe kthehet tek personi vetëm në momentin që do të vi momenti për ta çuar në vareza. Dhe aty ka një heshtje. Interesante është si nuk flet njeri, çfarë kuptimi ka jeta, a ka gjë pas vdekjes në këto raste, por përpiqemi ta shmangim. Madje edhe kur marrim ndonjë informacion, nuk e vlerësojmë si të rëndësishëm, por e anashkalojmë si të ishte një bisedë pa shumë vlera. Më shumë na intereson se çfarë ndodhi me opozitën apo pozitën apo me këtë apo me atë, sesa me fjalën e çmuar të Zotit. Ende nuk godet fuqishëm në shpirtin e njeriut, të shumë për njerëzve që shohin përreth. Që të kuptosh Krishtlindjen në vërtetësinë dhe thellësinë e vet, duhet të shkojmë në kopshtin e Edenit, atje ku u dha lajmi i parë për Krishtlindje që do të ndodhte. Dhe do kisha shumë dëshirë në këtë udhëtimin ton tek libri i Zanafillës, të kemi Biblën hapur dhe o të shohim nga fjala e Perëndisë. Kisha dëshirë të bëja një parahyrje. Krishtlindja nuk është një histori ndjenjash. Wow! I ulur aty buz me një çaj, buz zjarit, edhe drita dhe muzikë të këndshme, mbrëmje, me një film në sfond. Nuk është një histori ndjenjash, është histori lufte. Jo politike, jo kulturore, por lufte për fronin. Njeriu, prindrit tanë, Adami dhe Eva, rebeluan ndaj krijuesit, ndaj hyjnores, ndaj të përjetshmit. Në fakt shumë pak veta e kuptojnë rëndësinë e atij mëkati. Shumë pak veta në fakt e shohin madje Zotin si një person që hëmorse më shumë i dha rëndësi se sa duhej. Çfarë bëri Adami dhe Eva në fundit? Thjesht morën një frut dhe e hëngrën.
dhe anashkalojmë rëndësinë e kësaj gjëje. Në fakt ky ishte një rebelim, nuk ishte marrje një fruti. Ishte një rebelim, ai moment do të ndërtonte gjithë vazhdimësinë e racës njerëzore. Nga ai çast jeta nuk do të ishte më njësoj. Ky rebelim pati shumë pasoja të tmerrshme për njeriu, pasoja të cilat secili prej nesh i përjeton edhe sot në jetën e vetë të përditshme, në përditshmërinë tonë, ne nuk mund të shkëputemi nga ky realitet. Njeriu abuzoi me mirësinë, lirinë, bekimin që i dha krijuesi. Njeriu është qenia e vetme, ai dini që u krijua në shëmbëllimin e Zotit. Nuk ka qenie tjetër që të jetë krijuar në shëmbëllimin e Perëndis. Madje edhe vetë engjëjt nuk janë njësoj. Njeriu është qenia e vetme që u krijua në imazhin e Perëndis. Dhe njeriu e keq përdori plotësisht këtë privilegj. Rebelimi i njeriu kishte në qendrën e vet synimin e vet. A e dini çfarë? Dhe dëgjoj mirë, eliminimin e krijuesit. Njeriu nuk u mjaftua me gjithçka që Perëndia i kishte dhënë, por kërkoi edhe diçka më shumë, kërkoi fronin. Menjëherë sa ju bë kjo ofertë nga i ligu, ai u dakortësua me të ligun, lidhi pakt me të ligun për arsyen e vetme, fronin, ti do të bëhesh si Zoti, ju dha oferta. Dhe ai ishte i gatshëm për të marrë këtë ofertë, fronin. Ky rebelim nuk ishte aksidental, wow, gabova, pa dashje, ishte i qëllimshëm. Kërkoi fronin e drejtimit, fronin e zëvendësimit të krijuesit me veten, fronin e kthimit të Perëndis në një gjinj mirëbërës që do i shërbente njeriu, dhe jo vetëm kaq. Por vetëm sepse Zoti kishte këtë mundësi të bërit të mrekullive. Njeriu do ja kishte marrë, po të kishte mundësinë edhe këtë gjë. Dhe do e zbonte madje edhe nga roli i gjindit mirëbërës, nëse do ta kishte këtë opsion. Njeriu ofendoi, poshtëroi, i vodhi lavdin Perëndis së përjetshëm, të pakufishëm, dhënësit të jetës, atij që krijoi dhe vetë asgjën, dhe nga asgjëja përmes fjalës gjithçka. Dhe ato që ende syri njerëzor dhe mendja njerëzore nuk mund t'i shohë dhe t'i imagjinojë. Nëse njeriu, dëgjojeni mirë këtë, nëse njeriu do të kishte mundësi, do e kishte vrarë Zotin, sepse nuk mund t'i shërbej dot dy zotërinjve, vetes dhe Perëndis. Dhe rreth 4000 vjet më vonë nga kjo ngjarje e Adamit, njeriu do e bënte realitet këtë dëshirë, vërtet duke e vrarë Zotin. Njeriu e do veten, e adhuron veten, nuk vë gjë për mbi veten, çdo ditë që jeton synon për t'i shërbyer vetes. Njeriu është qenia e vetme që merr guximin për shkak të vetes, të vrasë foshnjën e vet, madje që në barkun e vet. Nuk ka qenie tjetër të krijuar që të vrasë foshnjën e vet, që në barkun e vet, për hatër të vetes. Njeriu e bën këtë gjë. Njeriu e vret për shkak të vetes, gënjen për shkak të vetes, mashtron për shkak të vetes, tradhëton për shkak të vetes, urren për shkak të vetes, vjedh për shkak të vetes, lëndon për shkak të vetes. Por edhe gjërat e mira, njeriu po ashtu i bën për shkak të vetes. Njeriu dashuron për shkak të vetes, punon për shkak të vetes, ndihmon për shkak të vetes, jeton për shkak të vetes, kërkon paqe për shkak të vetes. Motivi vërtet për çdo gjë, të mirë apo të keqe, është vetja. Agustini ka thënë, dashuria për veten është mbi Perëndin. Zoti nuk futet në këtë llogaritje, e nëse futet vetëm si shërbëtori pa dëshiruar shumicën e kohës. Nuk ka asnjëri, thot Romakët 3:11, që kërkon Perëndin. Që në Eden, në një pakt që ju ofrua me djallin, njeriu donte autonomi, drejtim, lavdi, dhe me një fjalë të vetme, fronin. Vargjet e famshme të migjenit do i përshtateshin më së miri nëse do i vendosnim si një alegori në kontekstin e kësaj që po komunikojmë, për shkrimit të luftës që të mund ketë në shpirtin e tij njeriu me krijuesin, ku vetja është në qendër, ku vetja nuk kërkon gjë tjetër vetëm shpagim për gjendjen e saj,
ku vetja ankohet për gjendjen e saj, kur nuk reflekton se cila është arsyeja që ndodhet në këtë gjendje. Vetja kërkon një shpëtim siç e mendon ajo, dhe nëse ky shpëtim nuk është sipas kërkesës së saj dhe formatit të saj, ajo e hedh tutje si një fosh, një lodrën që nuk i pëlqen. Unë jam nga Korça edhe kam të vështirë të flas në gegnisht, por do përpiqem ta lexoj veprën e shkurtër të kësaj poezie të Migjenit. Ki parasysh atë që thash, për ta kujtuar pak para se ta lexoj, vargjet e famshme do i përshtateshin më së miri nëse do i vendosnim si një alegori në kontekstin e kësaj që po komunikojmë, luftës që ka njeriu në brendësinë e vet me krijuesin. Ta shohim pak. Thot kështu: Mali hesht dhe në heshtje qesh, e unë vuej dhe në vuajtje vdes, po unë kur, kur kam për tu qesh, apo ndoshta duhet më parë të vdes? O, si nuk kam një grush të fuqishëm, malit që hesht mu në zemër me ja njesh, ta shoh si dridhet nga grushti palishëm, e unë të kënaqem tu i qesh. Wow, çfarë lloj beteje. Agustini e shpjegon rënien e njeriut jo thjesht si shkelje urdhri, por si çrregullim i dashurisë. Njeriu ishte krijuar për të dashur Perëndin mbi gjithçka, por në Eden dashuria u përmbys. Njeriu filloi të dojë veten mbi Perëndin, dashuria për veten deri në përbuzje të Perëndis, deri në përbuzje të krijuesit. Ky është thelbi i rebelimit, vetja dhe vetëm vetja në fron. Përsëri Agustini thekson në fakt se pas rënjes vullneti i njeriu nuk është i lirë për të zgjedhur Perëndin. Njerëzit thotë po ja, njerëzit janë të lirë. Nuk është i lirë, por është i robëruar nga mëkati. Njeriu ende zgjedh, por zgjedh gjithmonë sipas natyrës së tij të rënë. Nuk mund të zgjedh dot përtej natyrës së tij të rënë. Në fakt biblikisht kjo pasqyrohet tek letra e Kungjit sipas Gjonë kapitulli 8 vargu 34 dhe thotë kështu Jezusi: Kush bën mëkat është skllav i mëkatit. Te Romakët 3 që kemi parë vargje 10-12 thotë: nuk ka asnjë të drejtë, nuk ka asnjëri që kërkon Perëndin. Martin Lutheri thotë se vullneti i njeriu pas rënjes nuk është thjesht i smur, por i vdekur ndaj Perëndis. Problemi themelor i njeriu është sa i dëshiron të jetë Perëndi për veten e vet. Por çfarë pasoja pati ky rebelim? Një botë në luftë. Zoti kishte gjithë të drejtën në fakt që në momentin e parë për ta shkatëruar në mënyrë të menjëhershme njeriun rebel. Menjëherë, por jo. Tek libri Numrave, në Dhjetën e Vjetër, tek kapitulli 23 vargje 19 thotë kështu: Perëndia nuk është një njeri që të mund të gënjej, dhe as një bir njeriu që mund të pendohet. Kur ka thënë një gjë, nuk do ta bëj, ose kur ka shpallur një gjë, nuk do ta kryej. Po çfarë bëri Perëndia pasi dëgjoi justifikimin e Adamit dhe të Evës, ku asnjëri nuk mori përgjegjësi për fajin e vet, nëse e mbani mend kur Zoti tha Adam, pse e bëre këtë gjë? Adami nuk mori përgjegjësi. Ne kemi një shprehje: faji u bë qyrk dhe qyrku nuk e veshi askush. Adami ja hodhi fajin e Evës, Eva ja hodhi gjarprit, dhe askush nuk mori përgjegjësinë e tij. Asnjëri nuk mori fajin e vet. Kjo tregoi sepse nuk kishte pendim në zemrën e tyre. Nuk ishin penduar, thjesht u kapën me presh në dorë, por nuk kishte pendim, kishte vetëm mënyrë për të çliruar. Një karakteristikë e pendimit të vërtet është se pendimi i vërtet është i verbër. Nuk sheh dot përreth. Nuk negocion për hapësira, por del zbuluar dhe hapur. Kur Perëndia përballet me Adamin dhe Evën tek libri i Zanafillës, tek kapitulli 3, Perëndia nuk negocion me ta. Nuk bën kompromis, nuk hyn në debat, sepse nuk kishte pendim. Karakteristikë e veçantë e pendimit të vërtetë është ajo merr përgjegjësi, pendimi i vërtet merr përgjegjësi dhe nuk justifikohet me rrethanat apo me faktorë të tjerë. Nuk thot për shkak të kësaj, por jam unë autori. Shumë interesante është që pasazhi nga fjala e pagabueshme dhe e përsosur e Perëndis, nga fjala e Perëndis Bibla, na tregon se Zoti nuk hyri në diskutim me ta. Ai nuk e pa të arsyeshme diskutimin sepse nuk kishte pendim. Diskutimi pa pendim do kishte çuar në justifikime të tjera të pavlera,
por Zoti dha verdiktin. Zoti shpalli, deklaroi krishtlindjen e parë. Zoti dha zgjidhjen e kësaj situate tepër tragjike aty në Eden. Tek Zanafilla 3:15 le ta lexojmë së bashku tani. Thotë kështu: Dhe unë, thot Zoti, do të shtij armiqësi midis teje dhe gruas. Pra Zoti pyeti Adamin, Adami ja hodhi farin Evës, nuk u mor me Adamin. Pyeti Evën, pse e bëre? Eva tha gjarpri, nuk u mor me Evën, dhe Zoti nuk e pyet fare djallin, nuk e pyet fare gjarprin, por direkt deklaron. Dhe mes deklarimit pak më përpara që thotë ti do të zvaritesh, por nuk do të fokusojmë tek ajo, thot tek vargu 15 pjesa e 2 thot kështu: Dhe unë, domethënë Zoti, do të shtije, do të derdh armiqësi midis teje, midis të ligut, dhe gruas, midis farës sate dhe farës së saj. Fara e saj do të shtyp kokën tënde dhe ti do të plagosësh themrën e farës së saj. Do të merrem me këtë pasazh për momentin se është jashtëzakonshëm brenda tij. Ne na pëlqen në fakt që ta shohim fjalën e çmuar të Perëndis varg për varg, fjalë për fjalë, sepse aty do të gjejmë të vërtetën. Ka disa karakteristika shumë të rëndësishme ky pasazh. Ambienti ku njeriu do të jetojë nuk do të shohë më paqe. Kjo armiqësi është e vazhdueshme derisa historia njerëzore të mbyllet. Djalli rrëmbeu gjithë autoritetin që Zoti kishte dhënë njeriu në krijim. Dhe mos harroni, betejë nuk ndodh në një vend të largët, nuk ndodh diku tjetër, po ndodh këtu, në përditshmërinë e njeriu. Djalli nuk ka për të qenë aleati i njeriu, por armiku i tij, gjëmbi në mish i njeriu në çdo çast, në çdo moment. Djalli nuk e ka qef njeriu, do përdor çdo gjë që ka mundësi dhe lejim për ta dëmtuar njeriu. Disa djalli godet fuqishëm, disa të tjerë i dhjamos me pasuri, me epsh, të mirat e kësaj bote për t'i mbajtur në qelinë e vet. I ligu nuk lodhet kur, është një ambicioz, një luftëtar i paepur, megjithëse e di fundin e vet. Mos haro, vargu thot, Zoti thot aty, unë do të shtije. Pra Perëndia është ai që e bën këtë. Përgjigjen se pse e merrni shumë thjesht, nëse do i ktheheshit arsyes dhe pasojave të rebelimit hyjnor të njeriu. Zoti e bëri këtë gjë. Zoti shtiu këtë armiqësi. Zoti, mos harroni, në të njëjtën kohë ka kontroll në këtë armiqësi. Libri i Jobit na tregon për këtë që i ligu nuk mund të veprojë pa lejen e Zotit. Kjo armiqësi nuk mund të dalë jashtë kontrollit të Perëndis. Ka për të qenë një armiqësi e kontrolluar nga Perëndia. Zoti gjithashtu lejon masën e kësaj armiqësie, por libri i Jobit gjithashtu dhe libri i zbulesës në fund fare na tregojnë për këtë masë shumë konkretisht, që nuk mundet që masa e të ligut të jetë më tepër se ajo që Zoti lejon, i vendos vijën e kuqe. Jeta e njeriut që pas atij momenti nuk ka për të gjetur qetësi, që për atij momenti ka për të pasur betejë të vazhdueshëm, që nga lindja derisa ta mbyll syt në këtë botë, do të ketë gjithmonë një armiqësi të vazhdueshme. Madje për ta kuptuar pak më shumë se në çfarë ambienti do të jetojë tashmë njeriu, në vargjet më poshtë na ilustrojnë këtë gjë edhe më tepër. Keni parasysh tani, na thotë përveç armiqësisë me të ligun, njeriu do të përjetësojë vazhdimisht vuajtje. Gruaja do të lindë në vuajtje, vazhdimësia e vargut nëse e lexon. Kjo është një kujtesë e vazhdueshme që gruaja që i dha lindjen mëkatit në botë do të kalojë këtë dhimbje fëmijëve të saj, dhimbja, pasojat e trashëgimisë së mëkatit. Është e dhimbshme. Tek Zanafilla 3:16. Nëse lexon, na tregon betejën tani midis gruas dhe burrit për të marrë udhëheqjen në jetë. Pra kemi një betejë midis të ligut dhe njeriu. Dhe do të kemi një betejë tjetër tani që do të vazhdojë gjatë gjithë jetës midis burrit dhe gruas. Betejë e cila do të zgjasë sa kohë që njeriu ekziston. Pra nuk duket një ambient paqe, por betejë mes njëri tjetrit, një betejë midis vetë njeriut. Tek Zanafilla 3:17. Në fakt na tregon që toka do të jetë e mallkuar për shkak të mëkatit, vetë natyra u mallkua dhe nuk ka për të qenë me e njëjta. Luftë e ashpër do të jetë mes njeriut dhe natyrës. Tek Zanafilla 3:19 na tregon për mundimin e njeriu për të mbijetuar, një punë raskapitse për të mbajtur veten gjallë, do të luftojë
për të jetuar, për të mbijetuar më saktë. Një përmbledhje të këtyre, mos harroni luftë me të ligun, luftë me njëri tjetrin, luftë me natyrën, luftë me veten për të mbijetuar. Njeriu la kopshtin e Zotit dhe filloi rrugëtimin larg pranisë së Perëndis, jashtë kopshtit me këto betejë përpara, të cilat nuk do të ndaleshin më kurrë. Mos harroni, Perëndia është me të vërtetë plotësisht i drejtë, por është me të vërtetë plotësisht i mirë. Tek Zanafilla 3 na tregon pasojat, luftën me djallin, mes burrit dhe gruas, mes njëri tjetrit, në natyrën, luftë me vetveten. Luteri thot vullneti i njeriu është rob, sklav, jo i lirë. Njeriu zgjedh, por gjithmonë zgjedh veten. Edhe gjërat e mira i bën për veten dhe moralin e përdor për veten dhe fen e përdor për veten dhe është një betejë dhe është një lëmsh i madh jetën. Shumë interesante është që Zoti nuk diskutoi, por shpalli premtimin. John Calvin thot një shprehje shumë të fortë, shpëtimi nuk është reagim emergjent, por plan i përjetshëm. Ne të gjithë në këtë betejë, nga çdo drejtim, Zoti vazhdon të derdhë mëshirën e tij, quhet mëshira e përbashkët. Zoti nuk na ka lënë thjesht në këtë lloj betejash që ne përmendëm, por na ka dhënë dhe mëshirën e tij, që është mëshira e përbashkët, bën që të shkëlqej dielli, jep favorin e tij, bekimin e tij, mirësinë e tij, kujdeset, shëron, siguron mes gjithë këtyre betejave që Zoti përsëri lejoi. Është ende te njeriu, megjithse është përfytyruar nga mëkati, shëmbëllimi i Zotit është instaluar, njeriu e ndjen dëmshuri, dashuron, ndihmon, është ende mëshira e përbashkët e Zotit. Zoti në mirësinë e tij na la ndërgjegjen, megjithse tepër e dëmtuar, na dëshmon ligjin e Zotit në brendësinë tonë. Është aty si një dëshmitar kokfort që na bezdis me këmbënguljen e saj, derisa të mbyllim syt. Ti mund ta anashkalosh, por është aty ndërgjegja, në çdo gjë, në çdo mendim, në çdo veprim, ti mund ta justifikosh, është aty zëri brenda. Zanafilla 3:19 na tregon një pjesë shumë interesante. Zoti thotë kështu: derisa, sa do të zgjasin këto, derisa të rikthehesh në dhe, sepse nga ai ke dalë, sepse ti je pluhur dhe në pluhur do të rikthehesh. Vdekja u prezantua realisht kur Zoti tha paralajmërimin Adamit. I tha se do të vdiste nëse nuk do të bindej. Tashmë ai paralajmërim po prekte realisht qenien e tij. U bë realitet. Praninë e vdekjes do e kishte në çdo çast, në çdo moment do e shoqëronte si një bashkëudhëtar i pabes. Por vdekja nuk do të ishte mos ekzistencë. Bibla thotë i pamendi, ka thënë në zemrën e tij, nuk ka perëndi. Zoti nuk dha vdekjen si një mbyllje të çdo gjëje dhe një izolim komplet sikur mbarroi, u shkatrua çdo gjë. Por shumë njerëz që nuk ka jetë më pas vdekjes është një ide ngushëlluese, që nuk do të kishte ndonjë gjë të veçantë, por në fakt nuk është kështu. Zanafilla 2:7. Dëgjoni pak tani. Atëherë Zoti tha, Zoti Perëndi formoi njeriu nga pluri i tokës, lexojmë mirë aty, dhe thotë kështu: pasi e formoi, shumë interesante miq, është në çdo krijim tjetër Zoti foli dhe gjërat u bën. Zoti foli dhe kafshët u krijuan. Zoti foli dhe toka, universi erdhi në ekzistencë. Zoti nuk foli dhe njeriu u bë, por vini re fjalën që është aty. Zoti formoi njeriu nga pluri i tokës. E endi, sa e veçantë ishte kjo, vetë me duart e veta. Dhe çfarë thot vazhdimi aty? I fryu në vrimat e hundës një frymë jete, dhe njeriu u bë një qenie e gjallë. Nuk është vetëm fizik, u bë fizik dhe nga vetë Perëndia i erdhi një frymë jete. Edhe ai ishte shpirti. Pa frymën e jetës, atë që ne e quajmë shpirt, trupi do të ishte jo i gjallë. Kjo frymë nuk është materiale, është shpirtërore, dhe shpirtëroria nuk vdes. Fryma, shpirti u vendos nga Perëndia brenda njeriu dhe ai u bë një qenie gjallë. Shpirti vendoset tek njeriu që në ngjizje, që kur fara bashkohet me vezën, ajo është koha e fillimit të jetës. Shpirti jeti,
Njerëzit thonë, shpirti, çfarë shpirti? Po ti je. Ti që qesh, ti që ndjen, ti që qan, ti që jeton, ti që mendon, ti që planifikon, ti që friksohesh dhe gëzohesh. Trupi është banesa e shpirtit, është veshja e shpirtit. Shpirti është i përjetshëm, sepse vetë Zoti i fryu në vrimat e hundës se njeriu të frymën e jetës. Dëgjoni, shpirti nuk ka mosh, ka progres, ka rritje në njohje, ka përjetime, por nuk ka mosh, sepse Perëndia nuk ka mosh, doli direkt prej Perëndis. Trupi ka një mosh, një fillim dhe një mbarim. Fryma, shpirti, jo. Prandaj njeriu u krijua në imazhin e Zotit. Fantastike. Çfarë privilegji kemi? Një privilegj që ne e quam dëm. Po ç'lidhje ka Krishtlindja tani deri këtu? Pa premtimin e Krishtlindjes, njeriu do të vazhdonte të ishte në këtë gjendje, i ndarë përjetësisht nga krijuesi, këtu në tokë, por dhe në përjetësi, duke shkuar në ferr të përjetshëm. Dhe kjo është serioze. Le të shohim edhe një herë tek Zanafylla 3:15. Aty është premtimi i Krishtlindjes. Thot Zoti, dhe unë do të shtij armiqësi midis teje dhe gruas, midis farës sate dhe farës së saj. Fara e saj do të shtyp kokën tënde dhe ti do të plagosësh themrën e farës së saj. Premtimi për një çlirim nga kjo armiqësi dhe jo vetëm nga kjo, por nga të gjitha armiqësitë e tjera. Premtimi i parë dhe i vetëm, dëgjojeni mirë, që nga fara e gruas. Gruaja nuk ka farë. Premtimi i ardhjes së një shpëtimtari nga gruaja. Ajo që u bë mjeti që e keqja të vinte në botë, por ajo do të bëjë mjeti që shpëtimi do të vinte në botë. Ajo u bë porta hyrëse e mëkatit dhe po ajo do të bëjë porta hyrëse e shpëtimtarit. Ka kjo gjendje. Isaia 3300 vite më vonë nga kjo ngjarje në kopshtin e Edenit, do të profetizonte për këtë farë gruaje, që tingëllon çuditshëm. Farë gruaje, farë e burrit, jo, farë gruaje. Dhe ishte çuditshëm sepse nuk ishte toksore, por hynore. Tek Isaia 7:14 thotë kështu: prandaj vetë Zoti do t'ju jap një shenjë, ja e virgjëra do të mbetet me bardhë dhe do të lindë një fëmijë, të cilën do ta quajnë Emanuel, që do thotë Perëndia me ne. Dhe cili do të jetë misioni i këtij fëmije të veçantë? Ai do të shpëtojë popullin e vet nga mëkatet e tyre. Dëgjojeni mirë, misioni vetëm madhështor, ai do të shpëtojë popullin e vet nga mëkatet e tyre. Si do e bëj këtë gjë? Betejë me të ligun, betejë me mëkatin për të çliruar përfundimisht njeriu, sepse ishte bërë për lavdinë e Zotit njeriu. Dhe Zoti është këmbëngulës, nuk do të lejojë që lavdia e tij të nëpërkëmbet. Kjo betejë nuk do të ishte lehtë, do t'i kushtonte shumë këtij personi të veçantë. Tek Isaia 7:14, prandaj vetë Zoti do t'ju jap një shenjë. Si do të jetë misioni? Betejë e madhe, jo vetëm me të ligun, por të gjitha këto betejat e tjera që tham. Por ka një pjesë shumë interesante aty. Fara e saj do të shtyp kokën tënde, i thot Perëndia, të ligut. Fitore sigurt, jo mundet, por do të shtyp kokën tënde. Betejë përfundimtare që askush nuk mund ta bënte, asnjë burr në këtë planet, asnjë person në këtë planet nuk mund ta bënte. Kjo betejë është për te njeriu, ishte betejë hyjnore, njeriu nuk mundej, Adami ra, Krishti fitoi, por kjo betejë do të kishte një kosto të lartë për farën e gruas, dhe ti do të plagosësh themrën e farës së saj. Foshnja që do të vinte për të vdekur. Një betejë ashpër që do të çonte në kryq, një betejë për të fituar me gjak të vetët të zgjedhurit, ata që kishte planifikuar për lavdinë e tij. Ky shpëtim do të vinte vetëm nga Zoti dhe jo nga njeriu. Në para se të kryqëzohej Zoti Jezus, ishte një gjendje jashtëzakonisht të rëndë në shpirtin dhe në qenien e tij. Bibla thot, ai sa djersa e tij u shndrua në gjak, u çan kapilarët nga presioni i madh, dhe pyetja lind, ka shumë njerëz që kanë shkuar përpara vdekjes, madje dishepujt e Jezusit. Stefani në letrën e Veprave të Apostujve shkoi me gëzim në një gjendje të tillë, kurse Jezusi ai ishte një frikacak, kishte frikë thjesht kryqin. Jo, nuk ishte që Jezusi ishte frikacak dhe po i trembe kryqit,
sepse burra më të mirë në këtë rast do të kishin fituar. Por çështja ishte që gjithë pesha e ndyrësisë së njeriut, gjithë pesha që nga Adami deri në personin e fundit, gjithë pesha e mëkatit, gjithë pesha e çdo urrëtie, e çdo mashtrimi, e çdo pjesë në qenien dhe në shpirtin e njeriut u mor nga ky burr. Gjithë mëkatet e tua, nëse beson tek ai, ran dhe ai ishte një peshë e madhe. Njerëzit që nga koha e Adamit mezi po pristin për ardhjen e farës së gruas. Dhe sapo ajo lindi fëmijën e parë mashkull, Eva, të parin e binjakëve, mendoi se ky do të ishte shpëtimtari. Zanafilla 4:1 lexohet thotë kështu: por Adami njohu Evën, gruan e tij, tani kjo është jashtë Edenit, e cila u ngjis dhe lindi Kainin. Dhe ajo, e ka fjalën për Eva, tha, fitova një burr nga Zoti, dhe po ta shikosh në origjinal, ideja është që ky ka gjasa që është shpëtimtari, ky është i premtimit, biri i premtimit. Ajo nuk e tha këtë thjesht për djalin e dytë, sepse ishin binjak, Kaini dhe Abeli. Nuk thotë të njëjtën gjë për të dytin, tha për të parin, sepse mendoi se ai do të kishte qenë ky person. Por Kaini nuk ishte. Në fakt ishte shumë më keq. Por kaluan breza me radhë dhe njerëzimi u nda në dy grupe. Ata që besuan premtimin për ardhjen e këtij burri, për të çliruar, dhe ata që nuk i besuan. Ata që i besuan quhen besimtar, ata që nuk i besuan këtij premtimi quhen të pabes. Nëse do të lexosh gjithë Dhjetën e Vjetër, do të shohësh që të gjithë qëllimi është për të orientuar, përgatitur drejt ardhjes së personit të veçantë. Plani i Zotit nuk është plani i njeriut. Gjithë këto breza, derisa Krishti erdhi me të vërtetë ai përshkruan shumë bukur te libri i Hebrejve. Shiko si thotë tek Hebrejt, kapitulli 11 vargje 13 dhe 16. Të gjithë këta, pra gjithë këto breza, vdiqën në besim. Pra vdiqën duke besuar në të ardhmen për ardhjen e këtij shpëtimtari. Diku tjetër, kur Jakobi bekoi të gjithë fëmijët e vet, të 12 fëmijët e vet, një nga premtimet e mrekullueshme që dha për Judën, thotë derisa Shilohu. Shilohu në hebraisht do thotë ai që do të bëj paqen, do të vi në çdo gjenerat, në çdo brez, prisnin për ardhjen, besuan për ardhjen, dhe këta vdiqën në besim nga brezi në brez, por besuan, pa marrë premtimet e bëra, thot Bibla, por i pan ato për së largu, u bindën, i përshëndetën me gëzim duke rrëfyer se janë të huaj dhe shtegëtar mbi dhe, sepse ata që flasin të tilla tregojnë se kërkojnë një adhe, dhe po të kishin pasur në mend nga ajo nga e cila kishin dalë, do të kishin gjetur kohë të ktheheshin përsëri atje. Por ata tani dëshirojnë një adhe më të mirë, do me thënë qellor. Prandaj Perëndis nuk i vjen turp të quhet Perëndia e tyre, sepse u bëri gati atyre një qytet. Është një foto që kam qejf ta shohim pak. Pyeta ChatGPT-n për të më krijuar një foto. Edhe u përpoqja për t'i thënë në dy lloj grupimesh. Grupimi majtas është që nga Adami, një simbolike e Mojsiut, e Aronit, Eva dhe të gjithë profetët që panë në të ardhmen e tyre për këtë premtim, besuan për këtë premtim, kërkuan për këtë premtim, kurse në të djathtë janë personat pas ardhjes së Krishtit deri në momentin e fundit. Në të djathtë mund të jesh edhe ti nëse besove në Krishtin, dhe të dy brezat e historisë fokusohen te ky bir premtimi. Thonë njerëzit, si shpëtoheshin njerëzit para ardhjes së Krishtit? Përmes besimit. Si shpëtohen njerëzit pas ardhjes së Krishtit? Përmes besimit. Besimit ku? Thjesht tek një Zot? Jo. Tek biri, tek premtimi, tek ai premtim që u bë që në kopshtin e Edenit. Ata shpëtohen, u shpëtuan duke parë në të ardhmen. Ne shpëtohemi duke parë në të shkuarën. Krishti ishte i vetmi person që ndau historinë e njerëzore në dysh, para dhe pas Krishtit. Është një foto e dytë që përsëri kërkova ChatGPT-s për të ma ilustruar. Njerëzit që prej Kainit
Dhe deri në ditët e sotme, pra njerëzit në të majt janë njerëzit që nga Kaini dhe deri para ardhjes së Krishtit që nuk e besuan një premtim, por i kthyen shpinën këtij premtimi, dhe njerëzit në të djathtë janë njerëzit që nga ardhja e Krishtit deri në kohët e fundit. Dy turma njerëzish që nuk ju interesoi ky premtim. Është dhe një foto tjetër, në cilën turm je ti? Në atë turm që neglizhoi, apo në atë turm që pa për premtimin? Martin Luther i thot, natyra e njeriu të kërkon gjithmonë një perëndi që mund ta kontrollojë. Vetë njeriu që ta kontrollojë. Kjo shpjegon pse njeriu shpik perëndi, shpik fe, pse ka kaq shumë besime në botë. Shpik sisteme morale, shpik shpëtim sipas vetes. Kryqi është një ofendim i madh për krenarinë njerëzore, sepse shpëtimi nuk vjen nga fuqia, as nga morali, as nga vepra, por nga një fosh që do të vdesë i kryqëzuar, biri i Zotit, i cili është një skandal për shumë njerëz. Te 1 Korintasit 1:23 thot, ne predikojmë Krishtin e kryqëzuar, skandal për judejt, marrëzi për paganën. Thirrja ime është, kush është në fron të jeta jote? Krishtlindja nuk është neutrale. Ajo ose rrëzon fronin e vetes, ose forcon fronin e vetes. Edhe këtu ti je përpara një përgjegjësie. Le të lutemi. O atë, na ke zbuluar përmes fjalës tënde, Biblës, bukurinë të ecurit, të njohurit të Krishtit. Zot, na ke zbuluar premtimin e shpëtimit, që çdo pesh shpëtimi varet vetëm nga ky burr. Perëndi, faleminderit që nuk e mbajte të fshehtë, por e zbulove për fillimit, e bëre realitet, dhe vetë historia dëshmon fuqishëm. Zot, edhe ateisti më i madh sot shkruan në letrat që dërgon 2025 dhe vetë ajo datë është një datë që deklaron një ngjarje që shumë pak vetë ai kushtojnë rëndësi asaj date. Shumë të tjerë kthejnë shpinën dhe vazhdojnë jetën e tyre derisa do të përballen me hyjnoren. Perëndi, na mësoj që të duam Krishtin, na mësoj që të njohim Krishtin, na mësoj për kohën e mbetur këtu në tokë, derisa të vijë dheu qellor ku do të jemi në përjetësi, derisa ajo që ne besuam të bëhet shikim, të bëhet realitet, na mësoj që do të jemi besnik ndaj Teje. Në emrin e çmuar të Jezusit unë lutem. Amen.